Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e vitit 2026 edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një vit sa më të mbar, të gëzuar dhe të lumtur. Për gjithë ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, për ju kemi folur që do jetë një vit me fat, ndryshimesh, viti 2026. Është një vit pozitiv sepse Jupiteri do t'ju ndihmoj, planeti Jupiterit do jetë në favorin tuaj gjatë këtij viti. Gjithsesi unë kam folur edhe te videot që kam postuar për shenjat më me fat, ju do keni fat gjatë këtij viti në lidhje me ndryshime të ndryshme, me gjëra dramatike që mund të keni pasur, por edhe me padrejtësi që mund t'ju jenë bërë. E rëndësishme është që ju po përgatiteni për një vit të rëndësishëm me sukses, por dhe afat gjatë. Unë do shoh në lidhje me tarotin se çfarë thot. Gjithsesi është një vit që do t'ju hapen dyert për të ecur përpara në lidhje me gjithçka. Në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, por dhe me situata të ndryshme që keni. Sepse është një vit mundësish. Atëherë fillojmë në lidhje me muajin e parë, që është muaji janar. Tham që edhe pse disa shenja janë më me fat, jo se nuk do ketë vështirësi dhe sfida. Ka sfida dhe vështirësi, por fati përsëri ndihmon për t'i çuar gjërat para, ose për të bërë ndryshimet e nevojshme gjatë vitit 2026. Atëherë, në lidhje me muajin janar, këtu kemi energji ajri, ju mund të keni dhe ascendenten, ata që kanë ascendenten në këto shenja ajri mund të ndikojnë më fort se të tjerët, por ju shoh që jeni në gjendje pagjumësie, jeni në gjendje stresi, ndoshta ka vazhduar për një kohë të gjatë kjo situatë. Ju keni qenë të tensionuar, duke menduar në lidhje me një dashuri, me një person që mund të keni në jetën tuaj. Në rastin tjetër, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me fëmijët tuaj, me shtëpinë, për disa të tjerë. Por për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën, ku ju mund të keni qenë shumë të tensionuar, të stresuar në lidhje me punën, dhe edhe pse është fillim viti, është muaji janar, ju do jeni duke menduar përsëri në lidhje me këtë. Ose kjo mund të ketë lidhje me situata të ndryshme shëndetësore, me studimet tuaja për një pjesë tjetër, por dhe nga ana ekonomike, ndoshta në lidhje me financat tuaja. Ju ndoshta keni marrë shumë goditje aty, në lidhje me anën financiare, mund të keni pas shpenzime, kjo gjë ju lë pa gjumë, ju shoh. Gjithsesi është një muaj i tillë që ju do mendoni, por jeni drejt fundit se jemi te nënda e shpatave, do mendoni se si të jepni, si të mbyllni një situatë që ju ka lodhur nga ana psikologjike për një kohë të gjatë. Dhe vazhdojmë në muajin shkurt. Në muajin shkurt ju shoh që ju do jeni shumë të vetëdijshëm në lidhje me situatat që mund të jenë krijuar, që ju kanë krijuar stres. Në lidhje me një person, shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me këtë person, në lidhje me situata të ndryshme në shtëpinë tuaj, në marrëdhëniet tuaja, me fëmijët tuaj, me familjen tuaj, dhe do mundoheni t'i trajtoni gjërat më pozitivisht. Edhe pse gjërat mund mos jenë aq pozitive, ju do t'i trajtoni më pozitivisht, do jeni më të kujdesshëm. Dhe jeni te energjia juaj këtu. Ndërkohë ju shoh që për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku mund të ketë situata që ju kanë tensionuar, ju kanë stresuar, mund të jetë në lidhje me një pronë, në lidhje me një shtëpi, me një trashëgimi për një pjesë tjetër, ose në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Ju mund të merrni situatat si i keni. Gjithsesi, muaji i shkurt është një muaj durimi, e shoh më tepër që do bëni shumë durim në lidhje me situata të ndryshme, por gjithsesi ju do harrini që të ndryshoni situatat, t'i shikoni më pozitivisht, por dhe t'i trajtoni më pozitivisht. Kjo mund të ketë vlerë dhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Ju shoh që keni bërë një rrugë shumë të gjatë, edhe pse ka qenë pak e vështirë për ju,
ju përsëri ju shoh të duruar gjatë muajit shkurt. Në muajin mars ju shoh në festime. Një pjesë prej jush, ndoshta ju keni kaluar shumë sfida, vështirësi me një person, keni bërë shumë durim, është një person që mund ta keni njohur në shoqërinë tuaj, mund të jetë dhe një person që është shumë festiv nga natyra, dhe këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, por ndërkohë ju do jeni, mund të jetë që ky person të rriqet shumë nga ju. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që do jeni duke festuar, duke dalë gjatë muajit mars, do ndjeni më mirë me veten tuaj, do jeni më të gëzuar, mund të keni festa në familje, në shtëpi, dhe këtu e shoh më tepër me hënën e plot. Ose ju mund të jeni duke festuar me një grup njerëzish, për një pjesë tjetër te vendi punës, mund të keni edhe një fitore ose një sukses ekonomik, ose rrugët tuaja gjatë muajit mars do fillojnë të hapen dhe kjo gjë do t'ju bëjë ju më të gëzuar dhe më festiv gjatë këtij muaji. Ndoshta dhe fati do t'ju ndihmojë për të stabilizuar situata të ndryshme dhe ju do harrini të festoni në lidhje me këtë gjë. Është një muaj fantastik, muaj mars në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në muajin prill. Jemi te energjia e zjarit, ju shoh në një pozicion mbretëror, do bini në një pozicion të mirë. Ju mund të jeni duke ndryshuar vendin e punës, duke kapur një pozicion më të mirë pune. Ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri, me një person që do njihni ose një person që e keni në shoqërinë tuaj. Dhe ju shoh që keni shumë pasion, shumë dashuri, por jeni dhe të vendosur në qëllimet tuaja për të arritur këtë dashuri. Dhe kjo ka vlerë dhe për personat që janë në njohje, në lidhje, por dhe në marrëdhëniet në çift. Duhet keni kujdes nga një person ziliqar që keni afër vetes, ndërsa në rastin tjetër ju shoh me qëllime në kontrata të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji. Mund të jenë kontrata martesore, kontrata pune, mund të jenë kontrata në partneritete ose bashkëpunime të ndryshme që do bëni, më falni, ose në rastin tjetër mund të jetë kontratë shtëpie, kontrata në lidhje me fillimi një biznesi, një aktiviteti ose diçka tjetër. Por është një muaj fantastik, sepse ju shoh me shumë pasion, shumë dashuri brenda vetes, me qëllime në veten tuaj. Thjesht është një muaj që duke parë këtë, por ndërkohë ju shoh dhe në një pozicion të mirë. Tash është një pozicion mbretëror. Disa mund të ndryshojnë karrierën e tyre, të pozicionohen më mirë, ose ju ndryshoni një vend pune për të shkuar në një vend pune më të mirë akoma, por duhet keni kujdes gjatë këtij muaji, sepse kjo energji që keni do të tërheqë dhe persona ziliqar ndaj jush. Dhe vazhdojmë në muajin maj. Në muajin maj jemi te energjia e shenjave të tokës. Shoh fillime të reja që marrin zhvillime shumë të mira. Ju do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një fillim të ri, me një dashuri, me një person që ju e njihni, që do ta njihni më përpara, në muajt më përpara, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mendoni më seriozisht në lidhje me këtë person. Ndërsa për disa të tjerë është një fillim i ri ekonomik që do t'ju sjellë zhvillime të mira. Rruga juaj po hapet në lidhje me situata të ndryshme, në marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, është një muaj ekonomik më shumë. Dhe shoh që gjithçka do lullëzoj në jetën tuaj me këtë fillim të ri që do bëni, ekonomik ose një punë e re tham, mund të jetë edhe një biznes, një aktivitet i ri, diçka, do të thënë që ju e keni menduar mirë dhe vërtet do shihni rezultatet e këtij fillimi që ju do bëni. Dhe kalojmë në muajin qershor. Jemi dhe energjia e shenjës së dashit, ju shoh që do merrni iniciativa gjatë këtij muaji, dhe këto iniciativa mund të jenë në lidhje me dashurinë për një pjesë prej jush, në lidhje me një person që ju që në muajin prill ju shoh, keni pasion me këtë person, ndjeni dhe dashuri për këtë person, dhe në muajin maj unë shoh që do merrni iniciativa. Ndoshta për ta çuar këtë njohje para, ose njohjet që keni, ose lidhjet të çoni para. Ndërkohë, për një pjesë tjetër, merrni iniciativa në lidhje me punën, me kontrata të ndryshme. Do keni kontrata gjatë këtij muaji.
Për pjesën e familjarëve do mbështesni shumë familjen tuaj, do jeni shumë autoritar, do keni një pozicion të mirë, por ndërkohë ju shoh që mund të keni lidhje dhe me shtetin. Dhe me shtetin flasim për situata të ndryshme që mund të keni. Mund të jenë dokumenta, mund të jenë gjyqe të ndryshme, varet nga situatat që keni. Gjithsesi, unë ju shoh në kontrata, në iniciativa, mund të merrni iniciativa dhe për të filluar, se ju shoh që në muajin maj që ju dëshironi të filloni diçka të re dhe në muajin qershor ju jeni gati për t'i futur në zbatim dhe për të hapur rrugën tuaj në lidhje me këto fillime të reja që do bëni. Është një muaj fantastik, mos them, por janë 3 muaj që i keni fantastik gjatë fillimit të vitit. Edhe pse fillimi i vitit do jetë pak i vështirë 2 muajt e para, dhe vazhdojmë në muajin korik. Muaj korik ju shoh me qëllimin e veten tuaj, ju shoh shumë karizmatik, me shumë pasion, përsëri me kontrata, kemi shumë fort hënën e plot dhe e shoh në 3 muaj rresht. Ndoshta ju do mbyllni marrëveshje, kontrata të ndryshme që mund të bëni gjatë këtyre muajve, ose ju mbyllni një bisedë në lidhje me dashurin ose të dashurën tuaj për t'i çuar gjërat para, sepse ju shoh me qëllime, ose për ta finalizuar këtë njohje që keni, këtë lidhje, ose kjo mund të ketë lidhje edhe me fëmijët tuaj, mund të jenë ata që finalizojnë diçka. Ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me kontrata të ndryshme në punë ekonomike, kontrata në shtëpi që mund të jenë nga më të ndryshmet, por në rastin tjetër mund të ketë lidhje me studime të ndryshme, me dokumenta të ndryshme, varet se çfarë kontrata do doni ju që të mbyllni gjatë muajit korik. Dhe kalojmë në muajin gusht, ku jemi te energjia e perandoreshës, ju shoh në një pozicion shumë të bukur, me fillime dhe zhvillime shumë të mira. Për një pjesë prej jush mund të jetë fillimi i një dashurie të re, që do marrë vërtet zhvillime të mira. Gjatë muajit gusht është një muaj pushimesh, ju mund t'ja kaloni mirë me familjen tuaj, ju shoh shumë të kënaqur, mund të jetë fillimi i një shtatzanie për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër, dhe pse është muaj pushimesh, ju mund të keni fillime ose ju mund të mbyllni përsëri marrëveshje, bashkëpunime të ndryshme për të bërë fillime të reja. Ose mund të keni negociata, të mbyllni negociata të ndryshme. Gjithsesi, çfarëdo që të bëni në muajin gusht, është një muaj fantastik, çfarëdo fillimi që të bëni, do marrë zhvillime shumë të mira, por do t'ju sjelli bollëk dhe prosperitet ky muaj. Por dhe gjithë ata që do shkojnë me pushime, i shoh që do bëni pushime ku vërtet ndoshta do t'ju relaksojnë dhe do t'ju qetësojnë nga vështirësitë që ju keni kaluar. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin shtator dhe jemi te energjia e shenjave të ajrit. Në muajin shtator ju shoh pak të ngecur në mendime. Nuk e di, por mendoni negativisht në lidhje me një njohje, mund të mendoni negativisht në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta duke shkuar me pushime, aty ndoshta shikoni diçka që nuk ju pëlqen, ju do të ngecët në mendime, por janë thjesht mendimet tuaja, sepse rruga është e hapur, ju shoh. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën, ku diçka që ndoshta ju nuk ju pëlqen, filloni ta mendoni, ose edhe nga ana ekonomike, dhe kjo gjë ju ka bërë sikur mbyllni syt dhe nuk e shikoni gjërat të qartë, por mendoni negativisht në lidhje me situata të ndryshme. Të mendosh negativisht nuk do të thotë se është gjë e keqe. Ju mendoni për shembull që në gusht doni të bëni një fillim të ri, por në muajin shtator mund të kaloni shumë mirë me këtë person, në muajin shtator jeni duke menduar mos nuk shkon kjo njohje, do eci para ose jo, por faktikisht janë mendimet tuaja, sepse rruga është e hapur. Ose mund të jetë një fillim, një punë e re, një fillim ekonomik, ose edhe me fëmijët tuaj, një shtatzani, dhe ju mendoni sikur gjërat nuk do shkojnë mirë. Por jo, nuk është e vërtetë, sepse unë ju shoh që ju rrugën e keni të hapur në lidhje me çfarë do lloj situata që të keni. Kjo mund të ketë lidhje edhe me dokumenta të ndryshme, për një pjesë prej jush, mund të ketë lidhje me zyrat, me shtetin,
çështje të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, por ndërkohë rruga është e hapur. Dilni nga mendimet negative. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin tetor, jemi përsëri te energjia e ajrit. Dhe këtu faktikisht gjithë ata që mund të kenë ascendenten ose hënën te peshorja mund të ndikojnë më së tepërmi gjatë këtyre 2 muajve. Ju ndjeni që po ju bëhet një padrejtësi, që ndoshta është një padrejtësi që ju ndjeni sikur ju kanë shkatruar në lidhje me një padrejtësi që ju është bërë. Kjo mund të ketë lidhje në lidhje me njohjet, ku ju e keni lënë këtë person të largohet, por vetë ju shoh që ndjeni edhe pse vazhdoni me idetë dhe mendimet tuaja, përsëri kjo gjë sikur ju bën që brenda vetes tuaj të ndjeni që ju është bërë një padrejtësi. Dikush ju ka bërë një padrejtësi. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë për një pjesë, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, sepse shoh që kjo energji ju fillon që në muajin shtator. Dhe vazhdon dhe në muajin tetor për ju. Ndërsa në rastin tjetër mund të ketë lidhje te vendi punës, mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, me punën tuaj, nga ana ekonomike, me karrierën tuaj. Dhe kjo ka lidhje me një fillim të ri që bëhet, nuk e di me çfarë mund të ketë lidhje. Por gjithsesi ju shoh që ju do largoheni me idetë tuaja dhe do të lini personat të largohen nga ju. Është një energji pak e vështirë, por mund të keni dhe kundërshtim me mendimesh në njohjet që do keni me një person që dëshironi të futeni në njohje, dhe këto kundërshtimet e mendimeve që do keni mund t'ju bëjnë që ju të largoheni nga ky person. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të kenë kundërshtime me fëmijët e tyre, në marrëdhëniet e tyre në çift, kundërshtime te vendi punës për një pjesë tjetër, ose në lidhje me anën ekonomike, por dhe situata shëndetësore, por edhe në lidhje me studimet tanë. Domethënë gjatë këtyre 2 muajve do jeni të lidhur më tepër me këtë energji. Gjithsesi kalojmë te muaji nëntor dhe kemi rrotën e fatit. Këtu kemi të gjitha energjitë, është dhe energjia juaj. Kemi energjinë e shenjës së demit, kemi energjinë e shenjës së akrepit, energjia e shenjës së virgjëreshës që jeni ju dhe energjia e shenjës së luanit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, dhe kush e ka ascendenten ose hënën në këto shenja, unë e shoh që fati do t'ju ndihmojë më së tepërmi në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Një pjesë prej jush mund t'ju ndihmojë në lidhje me dashurinë, disa të tjerë mund t'ju ndihmojë në lidhje me marrëdhëniet tuaja, në një padrejtësi që mund t'ju jetë bërë, dhe ju do vini drejtësinë, sepse fati do t'ju japi të drejtë dhe do jetë në anën tuaj me padrejtësi të ndryshme që mund t'ju jenë bërë. Dhe unë ju shoh ju ndihmon fati me fëmijët tuaj, nga ana shëndetësore për një pjesë tjetër për gjithë ata që kanë probleme që mund të kenë, në lidhje me studimet, me dokumentat, çështje të ndryshme me shtetin, me institucionet shtetërore, që mund të kenë gjykata, prokurori, të ndryshme, varet nga situatat që do keni. Gjithsesi, e rëndësishme është që është një muaj që duhet ta shfrytëzoni, sepse muaji nëntor fati është në anën tuaj, në çfarë do situatë dhe çështje që ju mund të jeni, që mund të ketë lidhje edhe me karrierën, me zhvendosje të ndryshme, ndoshta nga një vend pune në një vend pune tjetër, mund të doni dokumenta për jashtë shtetit, ose ju dëshironi të ktheheni në vend lindje, varet nga situatat që do keni. E rëndësishme është që fati është në anën tuaj. Dhe është një muaj fantastik. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin dhjetor, ku është dhe fundi vitit. Është muaj fundit, është një muaj festash, ju do ndjeni shumë entuziast në fillimet e reja që do bëni, do ndjeni më të realizuar gjatë fundit të vitit, sepse fati gjatë këtij viti ka qenë me ju dhe ju ka ndihmuar, dhe ju shoh entuziast në një fillim të ri, në një dashuri të re, për gjithë ata që janë single. Për pjesën tjetër, për të çuar njohjet që keni ose që do krijoni gjatë këtij viti, t'i çoni përpara marrëdhëniet tuaja, por për një pjesë tjetër ka lidhje me fëmijët tuaj, që fëmijët tuaj të hidhin hapa para në jetën e tyre.
Ndërsa, për një pjesë tjetër, shoh që ju ndoshta do mendoni edhe për të hapur diçka, një biznes, një punë të re, një aktivitet të ri gjatë fundit të vitit, sepse edhe pse nuk do keni shumë të ardhura në përduar, por përsëri ju do ndiheni entuziast në lidhje me fillimet që ju do bëni. Mund të jetë fillimi një trajnimi, fillimi studimesh të ndryshme, kurse të ndryshme që mund të bëni, ose në rastin tjetër mund të jetë që ju dëshironi të shkoni, me që është fund viti, janë festa, mund të dëshironi të shkoni dhe në udhtime, sepse kjo përfaqëson dhe udhtimet. Por që do ndiheni shumë entuziast, edhe pse ju shoh me pak para në përduar. Dhe është një vit fantastik në lidhje me ju, dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë, çfarë mesazhi ju japin në lidhje me vitin 2026. Dhe kemi tetën e shkopimeve, kemi energjizjari, shoh një komunikim shumë të mirë që do ketë gjatë këtij viti, ju do keni njohje të reja nëpërmjet rrjeteve sociale, ose një komunikim të vazhdueshëm nëpërmjet rrjeteve sociale, gjithsesi gjërat do vinë shumë shpejt tek ju. Dhe gjërat që ju ishin bllokuar deri në këto momente do fillojnë të lëvizin, thotë. Gjërat që në vitin e kaluar, kanë qenë nuk keni arritur, ose kontrata të ndryshme që ju, ose një fillim të ri që ju, sepse shoh në fund të vitit që ju do ta bëni një fillim të ri, që nuk e keni bërë dot gjatë gjithë këtij viti, atëherë mesazhi nga angjëjt gjatë vitit 2025 flasim, është një mesazh që ju thotë që është viti ku ju do bëni kontrata të ndryshme, gjërat do vinë shumë shpejt për ju, do keni lajme të mira, si në lidhje me dashurinë, me një person që mund të jetë në distancë, ose edhe me një komunikim të vazhdueshëm që keni me një person, në njohje lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë kjo ka vlerë edhe për gjithë ata që mund të jenë në një zhvendosje për të shkuar jashtë shtetit, nga një qytet në qytetin tjetër, gjithsesi në çfarëdo lloj situate që të jeni. Unë shoh që gjërat tek ju do lëvizin shpejt gjatë këtij viti, gjërat që ishin bllokuar gjatë vitit të kaluar do fillojnë të marrin formë, ju do filloni të lidhni kontrata dhe do bëni plane afatgjata. Është një mesazh fantastik për vitin 2026 dhe unë e quaj një vit fantastik për ju, përveç se disa muaj që normale, sepse është vit me fat, por ka dhe sfida. E rëndësishme është që fati të ndihmon për t'i kaluar vështirësitë dhe sfidat dhe për të shfrytzuar mundësitë që do të vinë gjatë këtij viti. Atëherë kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë gëzuar një vit sa më të mbar, paçi vërtet fat gjatë këtij viti, ju uroj fat, të keni fat, një dëgjim të këndshëm të kësaj video, dëgjojmë në video të radhës.